Përshëndetje, sot në protestën e Partisë Demokratike pas zgjedhjeve parlamentare të 2025-s, çfarë kërkoni në këtë protestë të ditës së sotme? Çfarë do kërkojmë? Tjetër kemi 47 liderët e Europës, të cilët sot kanë ecur krah për krah me kryeministrin që ju akuzoni për vjedhje votash. Kryeministri është një hajdut, një njeri që ka shkatruar demokracinë, ka krijuar sistemin e sigurimcave, që do thotë sistemi i sigurimcave sot patronazhistët që e kanë shënuar me listë njerëzit dhe i therasin dhe me telefon për votuar. Mungon demokracia, është diktaturë. S'kam çfarë të them tjetër. Pra ju mendoni që këto vota të këtyre zgjedhjeve janë vjedhur? Absolutisht janë vjedhur, nuk është votim i lirë, po është vot e detyruar. Nuk kemi zgjedhje, po kemi votim të detyruar nga partia në pushtet. Ju si qytetar të mbështetës Partisë Demokratike, çfarë i kërkoni, cila është thirrja juaj për 47 liderët e Europës? Thirrja është e thjeshtë, mosnjohja e zgjedhjeve dhe kalimin në qeveri teknike që t'i kputen tentakula këta podit e Edi Rama. Çfarë kërkoni nga 47 liderët e Europës? Ikja ime Edi Rama, si gjë tjetër s'kërkoj. Po si do Ja kështu me të proteste. Me kaq njerëz Do vim plot. Do vim plot. Po. Sa i përket rezultateve të zgjedhjeve, si e shikoni si një I kanë demokrate? vjedhur me të gjitha zgjedhjet. Çfarë zgjedhjes mi kanë vjedhur gjitha? Gjitha votat i kanë vjedhur ata. Pra ne s'kam çfarë të them tjetër. Pra ne kam dalë. Sot në protestën e Partisë Demokratike, çfarë kërkoni nga 47 liderët e Europës? Çfarë t'i pëllthasin atyre, që të gjithë që kanë ardhur këtu dhe që kanë të pacip të paturp. Edhe vinë këtu, për të mbuluar ata me shiun. Samiti është parashikuar që të mbahej më përpara zhvillimit të zgjedhjeve parlamentare. Po është parashikuar, po pse s'flasin ata, se u bën 4 rezoluta, pse nuk flasin këta? Pse nuk flasin? Si ta shpjegoj, si e shpjegoni? Ju si qytetar protestues në këtë protestë të ditës së sotme, cila është thirrja juaj për 47 liderët e Europës, të cilët sot ecën krah për krah me kryeministrin? Pra të mbajnë qëndrimin që duhet. Të mbajnë qëndrimin që duhet, t'ja përplasin kryeministrin në fytyrë. Pra çka ka bërë? Pra të gjitha ato hajdutliqe, gjitha ato vota që kam mbledhur rreth e qark, në gjithë Shqipërinë. Jemi kthyer në diktaturë. Përse diktaturë? Përse? Sepse ja vidhen votat hapur fare dhe ne jemi shumë të indinjuar për këtë që ka ndodhur. Votat, përse Po nuk ne i reagon shohim. Europa? Europa nuk e dim. Kjo është një gjë e Janë sepse blerë të gjithë. Siç ka arrisur ti blerë gjitha këtu në Shqipëri, edhe Europa është e blerë gjithë. Pikë. atëherë kuj ka shumë, pse shikojnë ato? Pse s'shohin se çfarë po ndodh një herë, shiko. Gjithë ky popull i mërzitur, i zëmruar, sa ato presin. Është një turp i madh. Vjedhje galotante, si ti thua. Është nuk e di. Le ta mbaj pushtetin, Nuk e le ta di, mbaj me po. drejtësi, le ta mbaj, nëse e merr me merit, ta mbaj dhe ta gëzoj. Po jo në këtë farfeje. Nuk bën vaki, kur tërë këto pislliqe që janë bërë, në vend që të ulet, vota e tyre është ngritur në maksimum.